Mirë, kemi mbritur në vënd që? Në vënd që me një panel të jashtëzakonshëm do diskutojmë një temë që duket sikur nuk ju prek, po ju prek më vonë, jo tani në këto momente. Pra për partit do flasim, ha? Pra për sungope ti, pra për partit. Nuk ungopa, se këto na e kanë marrë shpirtin, o vlla. Sungopën të gjithë, do me Ore ti, kryefjala e jetës tonë shoqërore, sociale, ekonomike, politike... Ore, si nuk ungopën këta drejtuesit e partive? Partit, o vlla. Si sungopën këta, më Elisia? Dhe një sekund t'i prezantoj. Gerta Meta, mike dashur emisionit Bardazin, është qepur prej vitesh, nuk në ndahet, nuk e di, tërkon e marrin për këto çështje zgjedhore, e tërkon një vërr në ujë, bëhet, na falni, po s'është faj Gerta, se Gerta i di shkëlqyshëm këto gjëra, po. Arbis Vjerdha, miku jon që është... Arbis Vjerdha që është revolucionar në thelbin e tij, në shpirtin e tij. Është si Bardazia. Është si Bardazia vet. Ervis Qela, juristi imi preferuar, është e kam gjanë, se është shumë qytetar. Të bëjmë gjeloze. Dhe Alesia Balli që... Për të cilën unë nuk bëhem asnjëherë xheloz, që është i vetmi element të që është antiparti këtu, është antiparti, domethënë e kuptoj. Kështu e kanë shpallur, në gratë. Çfarë halli kanë këta tani? Pse nuk ngopen këta? Drejtuesit e partive gjithmonë kërkojnë. Çfarë halli kanë? Jesh bërë zakon. E jash bërë çuvesa, besi brëndshëm, Është vështirë t'ikësh nga zakoni, nga e përditshmja, kështu që pa diskutim mbetëm pegja. Po si sungopën një herë më? Po çfarë kërkojnë më tani? Duan financime. Të ruajnë pushtet. Duan dhe lekë? Po pa tjetër. Ajo është pjesa më e bukur. Po nga i duan këto? Shqyr që i kemi. Shqyr që i kemi lekët apo partit? Partit janë thesar kombëtar. Nuk është biznesi, jo? Një sekund. Ornela e di që është biznes. Unë e di që jemi ne intelektualat. Në fund të ditës, janë ato partit që bëjnë ato ligjet, që na caktojnë rrogën, që ham gjithë na caktojnë gjobat, na caktojnë pensionet. Nga ju agemi ne? Po sigurisht. Atëre ti mbajmë mirë, që të na i bëjnë ligjet e mira. E bërë si ai ministri që tha kur të vim ne tha nuk do vjedhim sa këta tha, do vjedhim më pak. Do vjedhim më kujdes. Këtu ka drejtë Elisi që thot na përcaktojnë rrogën, kështu që i nderuar është Lasivitaja që mori gjithë atë pak nga Berisha, patjetër. Rrogë si ai paçin gjithë shqiptarët. Nga 6 milionë euro. Si sungopën këta? Gerda tani se ti e di se çka ka ndodhur. Ku jeni ju sportistët më arbis, po ata ja. Ato kanë shnu i 100, do më thënë, gola, i 100 rezultate. Ju s'jeni gjikundi, ma. Ju duhet ishit ata që duhet kërkonit. Arbisi shkret... Abaz, sa shumë di, po s'mund flasit të mirë shumë. Aman, thu edhe njërë se pëlqeu shumë, thu edhe njërë. Abaz, sa shumë di, po s'mund flas. Ju hani gjop, po fola vetan si du me fol. Po fola po, kur kemi dalë në jerë. Ore në shoj. Ma thuaj në qika të me atë tipin që tha sukses e njetë. Ke atë burgaxhin më atje? Po. Amon më burr. Mos e prish emisionin më burr. E kupton se këto mbron ai. Po jam më burr, kjo është, unë kam thënë edhe një emision tjetër këtu, zotëria thënë mënyrë juridike, unë po thënë mënyrë popullore, është kam thirrë këtij vend partitë politike më burr. 2 janë në malinje, kanë prodhu këto metastazat e vogla gjitha dhe punojnë për zgjidhjet. Por që problemi është se këty një studiojnë fëmijët në për shkolla, në perëndim. Po, dhe prap du leka. Ma e bukra është, i nxerrin ligjet, që shkon në burg, pa pasuri nuk ja marrin. Ora, ka në i ministrë më se bëjun burgun, më 2 milion euro vitja bëjun më qysh nesër. Po tani duhet të ndajmë një momente, janë partit, apo janë individët? Po partia nuk është ra me nga qëllim, partinë e bajnë individi dhe po të rëshëgujnë nga jatit e i biri, mos ka rëllëjkun. Jemi të financuar ashtu si duhet, të financuar nga kush, po jemi ne pra. Individ që mos të bëjnë këto gjëra pastaj. Një gjo, në 2013, unë e kam votu Partinë Socialiste. Të gjitha votimet mrapa, unë nuk pritosha, kam lanë edhe kampionatin botnor, kam ardhë me votu, dhe atin që kam votu, të gjitha votimet mrapa. Poshtë politika, rroft Shkodra, Arbis, Vjerdha. E pa vlesh për fleta votimit. Bëre do ndryshime këtë gjë, jo? Një gjo, kur rështohet... Një gjo mu, që rështu kafshët e pyllit, tu pa zjarrin e pyllit, pelikani, tik i pik, paf, tik i pik, i thotë telefonit, që do bëmë rëgëmar? Vëlla me pasat feqkën e gjatë, tha sa ti, tha, do paja ma shumë, tha, po bëj 2 tyrën time. Ka që bëj vetan? Banë edhe ti, që të bëhem një kategori. Po arbisi avansës ta kapi kamera, ne duke qeshur. Dëgjo, ta kisha feqkën e gjatë. Në shku cila është mënyra duhur. Mënyra duhur është që të reagosh. Që të pres feqkën ta me une. Po, jo mos zëtrimin e baj, sa he që mjepet rasti. Aq efektive ta kishe jo, une se kam bëj, unë kam bëne për momentin, jam si pelikani. Me atë sjepin e vogël. Aty do ngel vetan dhe do i tham fëmiju tim, kalamanit tim, do i tham edhe ti
Me qenë si i biri Pelikanit, edhe ti nga një piki dhe për mesë, mos u bo... Arbis ishte kolibri, se Pelikani e ka të madhe. Ore, po them mos e ka të madhe dyko. Po përsekutojmë për Pelikanin në shkret. Një sekunda, pyesi që Gertën, se Gerta e di për qa po flasim. Se Gerta, jo se Gerta ishte, Gerta ishte në mbledhje, prandaj. Gerta ti ishte në mbledhje. Aman më thuaj në qikë, pse u bë mbledhja? Tani, Komisioni Reformës Zgjedhore. Një sekundë, aman, o kamera, po më kam qikua. Një sekundë, thuaj qikë edhe njësh. O Ervis, në shkot, një sekundë, thuaj. Komisioni Posatshëm. Special. Një sekundë, se s'po e bëjmë ka stile. Komisioni Zgjedhore. Po, ka drejtë. është një njëti komision, ka gjithë vjetër, pa ata janë të njëtët. E, gatuaj ashtu, jepja populli ha me garush dhe pasaj ata gatuaj prap, populli ha prap, po të njëjtën ushqim, e kupton? është po njëti komision, edhe Gerta është po njëjtë, atje vete thot të ndryme iq. Kam përshtypjen që nuk pa anë vetë populli, po mbase... Da anë dhe evropianët. Po jo dhe ata vetë. A do të anë dhe ata, atë të keqe, atë të lumë të goja, ja. Problemi është tani që ta specifikojmë pak. Ideja është që patjetër të gjitha këto gjëra që u thanë tregojnë që ka një lloj pakënaqësie maksimale dhe autorët janë pikërisht ata që përfaqësojnë partitë politike. Kemi vite që themi duam reformë zgjedhore dhe vitin tjetër kemi zgjedhje 2027. Dhe ky refreni që sa herë jemi në prag zgjedhjesh, politikanët bëjnë sikur i duan shumë zgjedhje dhe sikur i duan shumë elektoratin e vet apo votuesit në veçanti, thonë do bëjmë një reformë zgjedhore. Dhe si asnjëherë tjetër, risia e kësaj reforme zgjedhore që është premtuar sërish nga dakordësia politike e deri tanishme, e kanë filluar diskutimin e Komisionit Reformës Zgjedhore me një arkitektur të një projekt ligji për financimin e partive politike. Dhe kjo lloj dëshire dhe dakordësie nga palët politike vjen me qenë se dhe ndërkombëtarët, apo ashtu si kundërtheti dhe europianët, janë të shqetësuar që në Shqipëri në periudhë zgjedhjesh specifikisht qarkullojnë parat pista që prekin standardin e zgjedhjeve. Por jo vetëm kaq. Një prekin e tjetërsojnë. Po. Dhe ideja është që partitë politike nuk marrin para vetëm për zgjedhjet. Partitë politike jetojnë me para edhe për aktivitetin e tyre gjatë gjithë vitit dhe jashtë periudhës. Ai është momenti që shfaqen dhe problemi është, ma lër ta them këtë dhe pastaj e shpërndaj. Komision këtu tani? Jo. Jo leksion, vetëm për të kuptuar që... Komision. Jo, leksion. Ideja është që kjo arkitektura, ne si të ftuar si aktorë shoqërisë civile për të thënë dhe ne gjërat tona dhe për të dëgjuar ishte që po prisnim një draft që ekspertët kanë filluar punën. Por në fakt, këtë drafti nuk ishte i finalizuar, por nuk ishte draft, pra prandaj u quhet arkitekturë. Ishte gjysmë draft. Ishte disa piketa. Ka qenë qerek, mendime, po s'kishte asnjë gjë të shkruar. Ka qenë qyryk, qerek, se unë gatrova. Dhe pritet që të dalin në qarkullim dhe të diskutohet. Nuk ngulën në mendjet publiku to fare. Jo. Ti thua kaq mirë, po nuk i fiksojnë këto gjë. Drafti pse duhet situash që të dalim tek pjesa që kush është mekanizmi që do të kontrollojë financat e partive politike. Kush ishte? Do të jenë kostot që do të parandalohen, nuk e themi, sepse akoma nuk është drafti. Se qartë temi ne. Oke, Alesia. Tani, çështja është që financat e partive politike është mirë që ne, partitë politike shqiptare, të financohen vetëm nga buxheti i shtetit, apo do të jetë një sistem miks që do të ketë dhe donacione. Si që ka funksionu. Po se ndryshua do më thëmë. Më thëmë edhe këshu edhe ashtu. Sa do të zotë, do t'jenë institucionet shqiptare dhe sidomos Komisioni Qendror. Këto financimet e tjera në ndorë. Për t'i audituar në thellësi, për të parandaluar çdo qasje dhe çdo ndikim për të prishur procesin zgjedhor në Shqipëri. Jo, nuk besova, unë dëgjova. Po edhe ata të dëgjuan. Çan këto dëngla që mblidhen këta dhe thonë, se se kuptoj fare. Faktikisht, zonjës nuk janë politikan, ato janë si disa roktar ose më sakt pazargjit, cilët aty kanë ardhur të zbatojnë vullnetin e dy autokratëve që janë Berisha dhe Rama dhe pa diskutim që do vinin me gjysmë draft, jo me draft plot, pasi nuk e ka cituar akoma
kryetari se si do t'jetë drafti dhe normalisht që bëhet në interes të dyja palëve. Ska folë sultani me i fjallë. Nuk ka folur sultani të dyja palëve në mënyrë caktuar që ta propozojnë draftin për shqiptarët edhe për ndërkombëtarët. Po më lërë se s'ta duhet fare drafti, si do bëhet me parat që marrin në dorë partit politike, që janë financuar gjithkohës nga biznesmen që i kanë dhënë legët, i kanë kërkuar po. Të gjithë personat që bëjnë donacionet caktuara tek çdo parti politike të vërtetojnë nga burojnë këto para. Janë parat pastra, apo nuk janë parat pastra? Kam pyetur deri dje drejtuesit e partive për këto para? Kam pyetur fare, se po t'ishin pyetur, nuk kanë ku eshin sot që i fitoi krimi organizuar zgjedhjet. Prandaj, duke qenë përballë këtij fakti, shqiptarët sot kanë nevojë për transparencë, kanë nevojë të jenë në standardet europiane dhe këtu duhen përshëndetur. Po kush do ta bëjë këtë transparencë? Vetë partit politike? Ndërkombëtarët, mos e politikanët, nuk ka politikan, tash ka dy autokratë. Po ndërkombëtarët do sillnin udhëzimin që të bëhet reforma. Me spak edhe kontrolli i tyre, edhe kontrolli i partive politike, me spak do bëhet 35 parti që janë të regjistruara, 84 parti nuk e kanë dorëzuar raportin financiar për vitin 2024. E ç'a ndodh me ato parti? Ç'a ndodh? Ligji ndodh? Ju hiqet e drejta? Raportin dhe O Gerta, hiqet e drejta? Partive që se dorëzojnë raportin? Jo, nuk i. Po qa është kjo tani grini salat kot? Kanë sankcione. Kjo është salat kot? Kanë sankcione. Qa sankcione është? Nuk marrin ma ish lekë. Votës ekziston në donacioni. Paguajnë gjoba ose kthejnë parat? Në çdo vend botës ekziston donacioni, normalisht që do ekzistojë edhe në Shqipëri. Por kjo e rëndësishme është transparenca, nga burojnë këto para, për çfarë përdoren këto para. Po këtë ta bëjnë vetë partitë, Alessia, sepse janë institucionet që mund ta bëjnë. 2 burime ka një parti për të financuar. Kotizacioni i antarëve dhe donacionet. Dhe buxheti që merr nga KQZ ato parti që janë parlamentare. Ja mos di arbisin e tjetër. Arbis. 3 burime janë. 3 burime janë. Tani, te donacionet... Janë sakta këto 3 burime? Janë shumë të sakta këto. Jo, këto të... Po ja, po prita gjemi qik një sekund. Ta vazhdojnë që ta pasoj. Po e vazhdove ty. I vetmi burim i cili ka vënd për hetim janë donacionet. E pra, to pa pyesu. Donacionet, çdo parti i deklaron të KQZ-ja të gjithë të ardhur që i kanë ardhur. Jo, i kanë ardhur. Po ja, pa ta pa Gerta. Problemi është, a i kanë hetuar institucionet e tjera listë batuse të gjithë listën e donatorve dhe a i kanë pasur ata burimet e lishme për këto donacione? Elvis, po për donacionet janë burimet. Ke disi që ta themun Shqipëri keshi, paraja në ndorë. Po, kemi në inspektoriatin që ka të drejt të shkoj tek partia pasi mbaron mitingun dhe i thot pam këtë skenën, pam këtë fonin. Po, ku e gjete si e pagoja? Një sekund. Elvis, e disi është kjo situata që thua ti? Është njësoj, Alessia, është njësoj si mëlqia ta auditoj ujkun, kur është varë në qafën e ujkun. Ke parti mëlqin ta auditoj? Po kush është instrumenti për t'i kontrolluar? Si mund t'ja bëjmë ndryshën e për t'i kontrolluar? Mos të marri asnjë lek për te buxhetit. Asnjë lek. Po ka buxheti shtetit për t'i financuar gjitha partitë. Po to na buxheti shtetit i marrin të gjitha. Ne si taksa paguas jemi të gatshëm për të hequr mënjan në buxhetin e shtetit nga taksat tona që mos të shkojnë për shkolla dhe për spitale, por të shkojnë për një pasuri kombëtare do paguash. Po, më mirë ta di që e paguaj unë atë partinë se sa ta di që e paguan ai tjetri dhe nesër partia të heq 7 lëkurë. Po, sa parti kemi të regjistruara ne? Na garanton që duke marrë parat e shtetit, ai nuk i merr edhe ato parat nën hije ose donacione. Po këtë po thoja pra, që në qoftë se nuk funksionon kontrolli. E kontrolli institucioneve drejtësi, sepse e kanë vende të tjera të botës të Elvise, edhe në vende të tjera të botës financojnë vetëm nga buxheti, ka dhe vende të tjera. Ato si e bëjnë? Si e bëjnë, mo ka vende të tjera? Donacionet Kamila Harris, për shembull, ka qenë që ka marrë shumë donacion ndonjëherë një kandidate për presidente, ka qenë Bona Amerika ka sistemin e tij. Ka qenë vetmja kandidate. Jo, ka diçka, ka qenë vetmja kandidate që ka marrë donacionin më të madh ndonjëherë në histori dhe nuk fitoi. Po është puna që ti mund të kesh marrë donacione, pa ai të monitoron atje. Të monitoron. Të monitoron. Do t'i marrësh, do t'i deklarosh. Mund t'i vjedhësh paratë atyre. Qytetarëve ka qenë i lirë, për mos donacioneve të shumta që zonja ka marrë gjatë fushatës në mënyrë ligjore se s'ka marrë të spekuloj në lidhje me Amerikën, ajo nuk rezultoi fituese. Dhe ky është një leksion i madh që është dhënë gjithë botës, që dhe duke pasur financimin më të madh, ti nuk e shpërbën dot vullnetin e popullit. Donacion me fitore. O arbis, të lutam do i renditësh këto gjëra se shumë heshtur porin. Sepse tu blihet, të po thoja. Tani pse janë kthyer në SHPK partitore? Alessia, këtë shpjegoj. Janë bërë SHPK partit.
Këto partit i kanë ba lobotomi ti popull. Se nuk ka mundësi gjithë këtë shumë me folën këtë njërë për zote. Po t'ishin SHPK do ishte mirë, sepse ka një bilans në fund të vitit. Po thash i kanë ba lobotomi, më të një gjohë vetë SHPK. Kanë ba gjilpanën në kokë, më burë. Në gjë mu. Tani. Se kanë bë gjilpanën të akzojnë ata? Ta kanë ba ty më të pare, ti që fëtë shumë. Tani. Lene. Për gjelpërën, unë mendoj që populli... Ja s'ta kanë ba dhe ty, po thona, edhe 1% zvogël si ti. Por, unë nuk e kuptoj këtë pjesën, përse taksat e mia duhet shkojnë për një parti politike, më falzoj. Për që taksat e mia? Unë hapi frigoriferin edhe gjaj gjithmonë diçka politike mërën aty mërën. Unë e jo në popull, po më len më të mëraj. Po më len më të mëraj. Po jo më musë më kanë bërë gjilpanën mëse. Unë e jam, një gjo, në veprime. Sa po thash dhe ti po thua të të një. Jo, ti thu janë 3 gjana, në këto 3 gjana. Unë të thash janë 3 burime. 3 burime. Financimi partive politike janë 3 burime. Duhet me mësut një gjë. Burimi. Unë s'jam antar partije. Unë po them burimet ligjore. Unë nuk jam antar partije. Në momentin që taksat e mia shkojnë për financimin e një partije, në mënyrë të pa nevojshme. Bëhet pa vullnetin tuaj. Edhe sot aktualisht ndodhet. Ju ai kush? Ju, personalisht. Po pse? Qofse ju dëshironi të bëni një donacion e bëni se ju... Donacioni o pun tjetër. Donacioni le ta bajnë. Po vlisë për antarët e partisë, se jeni kish kuptuar. Jo, po tha janë 3 burime. Unë të thashë, këto 3 burime, vini t'i bajnë. 3 burime e një ligji. Ligji ka 3 burime. Mos me tërhiqni në atë që keni qef më thanë ju. Unë po them pse duhet, se Ronela më tha mu, pse duhet të vazhdojmë me këto partitë politike. Ore pse duhet mi dhanë lekë si fillim shteti. E kam fjalën për shtetin, jo privati apo ato që japin kotizacionet, nuk më intereson. Pse duhet të financojmë? Ti qet leku shtetit. Po për çfarë? Në ço? Ne po themi ti qet ai që jepet lekun në dorë. Po kur të heq lekun shtetit, do fillojnë këto maskrallë që edhe ligjet e tu se ne instancat e tu se institucionet që hetojnë këtë gjë, ne i kemi kot. Arbis, e kupton se jepet leku në shtetit që të mos i financoj banda. Vim banda dhe financon partinë. Po pëse më faj, jem është që e financon banda. Unë thëmë usikin leku jem ka to. Banda pasaj është prap një institucion tjetër që duhet merret më të punë. Po nërko që banda po financojnë prap. Po këtu kemi problem madh, qofse ti shuan bandën institucion. Përveç se parave të shtetit, partitë kanë hapësira të tjera për të marrë para. Atë lutem, di një institucion që ka bandë mërën. Problemi është që ne po kërkojmë... E kam denoncu në SPAK, në prokurori dhe në KLSH. Edhe ja thëmë haptas. Di një institucion që kanë bandë mërën. Po për mua banda nuk është institucion. Siguri, nuk duhet me qenë, thuj. Por që është fakt. Banda është institucion. Kush është institucioni më? Ministria e Arsimit dhe Sportit. 12% e kandidatëve që nga partive kur shkojnë dhe për zgjedhje, po t'i pyesësh sa lek ka partia, nuk e din. Dhe ne themi dhe synojmë që... Ato s'njohin programin e partisë, vetë i thu lek. Po qatë thu ma thuj qarë, po qatë thu më, po e kam ba pro vedi kam pyth. Të deklarohet çdo centim, me qënë se partitë e thonë, e artikulojnë që ne pa tjetër jemi të gatë. Duam të jenë transparent. Duam të jemi transparent dhe ne... Vetëm transparent nuk janë. Dhe ne përpiqemi që me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, i cili është ai që merret me mënyrën se si ja u kërkon. Nuk e realizon dot këtë gjithë kontrollin. Doli nga KQZ-ja kësaj radhe që kishte shumë faqe në Facebook dhe Instagram të financuara me 40, 50, 60 milion që bënin nga këto postimet sponsor, dhe nuk ishin të lidhura zyrtarisht me një parti apo me një tjetër, por që postimet e tyre të shonin ujë tek njëra apo tek tjetra. Pra, nuk ngelet vetëm te deklarimi që bëjnë partitë, sepse deklarimin ti mund t'ja kontrollosh. Në moment është thjesht lexues faturash. Pikërisht, pra, duhet të veprojnë edhe gjithë institucionet e tjera për të jetuar. Ore zotri, si delni popullit përpara që i thoni duam dhe do bëjmë demokraci për ju, kur ju nuk keni demokraci brenda vetes? Kush nuk ka demokraci? Po nuk e keni pra demokracinë. Po nuk keni pra demokraci, se nga momenti që s'ka transparencë. Po të kishte demokraci. Transparenca është, po të transparenca është në demokracia është. Transparenca është dhe është formale, duhet të kontrollohet. Demokraci nuk do kishe më të votuar në Shqipëri persona anonim dhe nuk do kishe në kryet opozitës madhështorët. Që këtu nuk funksionon demokracia. Se si e shpjegon ti, individ cilët nuk kanë bërë një kaos publike, politike, apo t'jenë shuar në profesionin e tyre, t'jenë më të votuarit në Shqipëri. është deformuar vullneti tyre. Pikërisht, sepse këtu nuk ekziston, pikërisht, nuk ekziston demokracia. Nga ana tjetër ke një opozit që është marrë peng nga leadershipi dhe nga dy madhështor,
dhe pa diskutim që kemi ngecur këtu ku jemi. Se po t'ishim në një sistem real demokratik, ne do kishim vullnetin e qytetarëve, prandaj ta mora shembullin me Amerikën, që sa do të financoheshin lekët te kandidati që populli nuk do, po e shpjegoj për publikun që ta kuptojmë më qartë, do votohesh ai që populli do. Po këtu ne kemi një deformim të gjithë vullnetit popullor dhe pa diskutim që kemi sponsorizim shumë të madh nga krimi organizuar. Dhe këtë e vërtetuan këto zgjedhje që kishim, duke deformuar totalisht vullnetin popullor. Qa duhet bëjmë ne për ta përmirësuar? A duhet reforma zgjedhore? Patjetër që po. Po pse duan të reformojnë këtë? Për një minutë, sepse reformojnë partitë tjerë. Është rekomandimi i BE-s. Partitë nuk reformohen në moment që autokrati e mban peng. Dhe në moment që ti blokon garën, vetëm do të largohen dhe vetëm do të kurresh. Alesja ma shpjego se ja dhe Gerta është. Edhe Elvisi. Për veten e tyre. Për veten e tyre. Po kur të vi kontrolli standardeve që është standardi i partive. Si e ka përdzën ti këtë endek? Nuk e ka përdzën, se për bëjnë regula, për e gatuajnë vetë. Ato për gatuajnë vetë, ato kanalit të s'kena partit e vogla. Atere këtu negative është Europa, që pranon të gënjet si... Jo, Europa të shkoj presionin Europa është e ka kërkuar reformën tjetë në standardet europiane, këtu gabohesh, pasaj se si këto e transmetojnë... Ore, ti ke një list atje që të thot lista qeko standardet demokratike. Standardi partive si ka përdzet? Po, nuk ka përdzet, sepse të gjitha raportet... A tu të mbelesh në klasë? Në gjdo parë zgjedhje kanë dalë gjithmonë me vrejtje dhe saj paket pjesës financimit partive. Ore, në qofse Europa, që thot Gerta dhe ti, e kanë kuptuar që këtu politikanët marin lek në përgjepa me miliona euro dhe bëjnë mitingje madhështore, si që thot Alesja, me lek që s'është i deklaruar, Europa e di këtë gjë, ne po e themi publikisht, dhe Europa i thot po këti standardi, ore, nuk i thot Europa po. Mos ta them në anglisht unë tani, Europa dhe kush e ka bërë Europën. Europa thot, ore, të shtuket fare, qa më gjeni instrumentin e dur ja, ka të drejtë arbitri këtu. Parti politike në mënyrë që mos të shkojnë dhe të bien pre dhe të justifikojnë me lekun e pisë. Pra gjeni instrumentin për t'i kontrolluar. O zotri, Gerta kur të vejë radhës tjetër, të mos jetë e pranishme në takim duke thënë që duhet të ngritur këndure, po të vijë, ne flasim ju s'dëgjoni, e ti iki. Po, e kupton, mos trimati. Standardi i financimit dhe i donacionit në Europë funksionon gjithmonë në të mirën e të bërurit politik dhe të fushatave elektorale. Ato të standard duan të hapin si mesazh tu. Qasja që nuk është europiane është tek këto që e quajnë veten thonjza politikan shqiptar, jo tek ajo çfarë Europa po servir tek reforma zgjedhore apo tek donacioni partive. Tu e jetërsojnë edhe mesazhin e marrë nga BE-ja. Ore, pa ta, këtu duha të them, janë sylesha, apo janë dasha keqës? Jo, më jo, janë një zhidhe. Gjithë mënyra se si të financohen. Po, me subjekti merë para dhe kandidatët marrin para. Tani, ka një qasje të re që ndoshta shpresojmë që ta kemi edhe në draft, edhe u tha. Do me thënë, do ja fusin vete, sa? Jo, kandidatët nuk marrin para. Marin. Indan. Partia është tjetër gjë se sa bën partia, po them, ajo jepet subjektit. Partia i shërdanë për degël. Po pra po, dakord, po këtë që zë jep subjektit, pastaj është tjetër gjë se sa bën partia. Kryetari Degës nëse PD-ja është i merë në përdor shark për t'i përdorur gjatë. Dakord, po them për që zë. Po, ja jep subjektit lecuar situasht dhe për ta ndihmuar transparencën është që mos marrin para subjekti i kandidatët, por ndoshta të shpërndahet dhe të ketë një buxhet gjinor që tjetë për forumet e grave dhe për forumet e rinjve dhe tjetë një forum i përcaktuar në një shifër që të ndaj partia dhe vetë ata të deklarojnë subjekti dhe kandidatit, të deklaroj forumi grave dhe forumi i të rinjve. Kështë për të stimuluar forumet, për jo se kontrolon të ardhë. Po jo, edhe i kontrolon dhe i aletëson si tua që jo parati ka gjitha partia. I bësh përndarje, se këtu e merë autokrati, merë kretarje, edhe forumit si e basilet, për shumë. Po dhe nuk i e fare më rast qëtarve degve, rasti kërkëj që të zgjedhje, në Elbasan ngellën komisionerët pa uj, pa ngrënë. Se i këshin baruar lekët, a? Po se si kështë dhëmë partia. Pra ndaj nuk bëjnë transparencë, Harbis. Si zgjidhet kjo punë? Si zgjidhet kjo punë, Harbis? Po të flasim për Europën, Europa është e që thot fista. Ta thëmë si e thot fista. Jo, mos e thuaj. Jo, thuaj si e thot. Mu të keshë se në hap gjop direkt. Se nuk lejojnë edhe me fista, mor zotri, nuk e thëmë. Ha gjop fista! Fistën ta, more!
Do ha gjop fishta. Ha gjop fishta. Që nga kur e ka thënë fishta? Jo, se thot gjop fishtës. Ore, si ka mundësi ma, shë sa i urtë janë vetë, më mlajnë më të flasë. Në momentin që e ka thënë fishta, diri tani, kur e kena pas një herë Europën në krahun tonë, mërë se nuk e mërë veshtë juve. Nisa që ditë që mduk një mu më. Ne jena 1 milion e gjysë shqiptarë, një Shqipni, nuk e di sa mund të kena me, po thona jena 2 milion. Në 2 milion i hala, ropatëna, ne që kena kriju shtetet më të maja në botë, një në racat më të forta në botë që i kena rezistu çdo lloj pushtimit, s'kena pushtu kur kërken, dhe ne hala bëjnë, hala sot jena, mlen të mbaroj të lutem, se po filloj e drillem, dhe nuk na fusin në Europë neve, ne s'na fusin, po kur, na kanë thënë po, që është pra ajo që thot fista, që thot po dhe nuk ta jep pastaj. A kupton? Jo, akoma merrin me Europë, por kur e kena pas një herë të vetë ne në krajin tonë më? Nuk po kërkojmë. Ske bër luftë ndaj korrupsionit. Ti thu, shife, unë shkoj, ja pra, çfarë standardet, pse ti mendon që nuk e kena plotësuar sa ke qenë ndonjëherë në Rumani ti? Vdesi njerëz rrugash nga uria, hala sot që Rumania ka koç është në Europë. Nuk ka si lloj gjajt në atë vend më. Ka mos ta fysa gjëna, sa është një komitar. Po ne i kemi plotësuar standardet. Po pra këtë bëj ne vetën tonë. Ne kemi plotësuar standardet. Një gjë, po pse më ti? Kryesore ka qenë lufta. Sa mund ta bëjmë? Një gjë, mund të këndojmë të tre bashkë, nuk flasim të tre për herë. Tani standardet, ti ke plotësuar standardet për NATO? Me Ziza? Nuk i ke plotësuar. Dhe je në NATO. I ke plotësuar ti standarde, je në NATO. A ti për çfarë je? Për të qenë vasal. Ti je në NATO për të qenë vasal. Ti standardin e NATO-s ti nuk e këllshe, jo tani. As 100 vjet mbrapa. Dhe çfarë ndodh kjo? E drama, mleni të mbaroj. E drama, mleni të mbaroj thash. E drama i përgjigje Trumpit që do ta plotësoj vetëm 5%. Po ku i ke lek më zorraxhi? Ku i ke lek të 5% që ti më? Ti nuk je ujë në Shqipëri më burrë 2024. Po them edhe unë pra ne. Ui, edhe ju përmendni akoma Europën. Kemi ujë dritë të rrugë. Që s'kemi lek, jo është. Ore nuk ka. Në gjë, a disa çili vend jena ne për burime ujore. Tani, jo ne jemi të Slovenia ka në kushtetutë të drejtën e besimit në zot dhe të përdorimit në ujë. Ne jena vendi i dytë në botë, ai treti për burime ujore s'ka ujë dhe ne futena në NATO ndërkohë që na ka premtuar rrim si qeni, si na ka premtuar Europa. Po çfarë fuck Europën më duhet mu 5 veta na mos bën mi thënë të Europës. Unë do të kem zot në shtëpi time herë. Pastaj do shkoj mirë edhe në Europën. Po zot shtëpi time, ne s'kena sovranitet. Sa ka shku borxhi i shtetit? Me 51% ti nuk ke sovranitet. Ka shku diku 87%. Ti je legend i Europës, o. Ç'a presim ne? Jemi të varfër apo të vjedhur? Të grabitur me qizme, me kapuç, jo pa kapuç, se të vjedhën në sy ka rrova. Burimet më të mëdha të ujit. Dhe tani, dhe s'kemi ujë, s'kemi dritë. Mos e përmend një Europën sa është Europa fish so burr. Është Europa fish, por nuk ka ndryshuar një ditë. Ka shumë lidhje më. Nuk po i kërkojmë territore sot Europës ne. Që nuk kanë plotësuar standardin për çm pjesë e BE-s. Se jemi shteti korruptuar dhe jemi pasur. Si po ku mësuan ne korrupsionin më? Që të mos na lënë. Po ne dol me shembullor më nga Vërhoza. Ne jemi më keq se brenda, më mirë të jemi brenda pas. Ne nga situata e Vërhozës ne dol me shembullor, kam me korrupsionin ne. Nga Europa mësume. Ku do pastrohet leku? Po pra te ta legenin ai. Po hyre në Europë nuk e pastron dot lekun e pisës. E pastron, ke ditë, ke ditë. E pastron në gjamu. Në Bruksel pastrojnë. Ne pastron gjithë atje vjen. Okej, Gerta. Ha me Gerta. Po tani... Si do e zgjidhim të hall me partitë politike? Si do zgjidhësh ti Aman? Halli madh. Gerta, për mua ju po merreni me prokligjin e gabuar. Ju do të merreni prokligjin për partitë. Nuk po merrem me. Që kanë 135 parti që marrin para dhe se di njeri ç'a janë e ku janë. Këtë duhet të zgjidhin. Po patjetër pra. Po, se nuk thon ç'a bëjmë me parat. Transparenca pra. Po pra, edhe kalon një vit, 2 vite dhe harrohen këto. Ajo që mua më shqetëson më tepër është që unë e thash edhe te komisioni dhe është që palët politike përpara se të fillojnë me teknicianët dhe me ekspertët për të futur në punë, në misionin edhe në mesazhin që jep Komisioni i Reformës Zgjedhore është dhe pyetja ime ishte direkte që nëse ne duam të bëjmë këto gjëra fillimisht para se të fillojnë ekspertët punojnë, do duam të kemi një përgjigje, a do ndryshoj kushtetuta dhe deri ku synojnë palët politike që ta ndryshojnë kushtetutën. Brenda natës e ndryshojnë edhe ankesën në Kosovë. Po nuk e japin këtë përgjigje. Po i futën duart e kushtetutas, prekin vetëm këtë aspekt. Nuk e japin këtë përgjigje. E fakti që nuk e japin. Me drejt të arbisi se s'ka dhënë urdhër komandanti. Po pra, nuk e japin këtë përgjigje. Dhe fakti është që e filloj me entuziazëm, ne themi do bëjmë reformë, por rrugës ne themi su morën vesh dhe shifemi kur t'jemi në pragun tjetër të zgjedhjeve. Atëre mesazhi. Okej. Mesazhi edhe ekstra, mesazh u açova, u shpjegova. Nëse mund t'jetë për temën ose jashtë teme për qatë do? Jo, unë do dalë pak jashtë temës, duke qenë se njërë fillimisht, po për shumë shkurt,
do uroja gëzuar festat 7-8 marsin me një dëshirë që të gjithë ata individ, burra dhe gra, që punojnë në arsim, si atë parashkollor, si atë nënvjeçar, si atë të lartë, të kenë dignitetin e tyre, të kenë atë përkujdesje nga shoqëria, atë mirënjohje nga shoqëria, gjithashtu edhe të gjitha nënat dhe gratë të kenë një, jo të themi barazi sot, se për këto është luftuar shumë, por të ketë një moment ku të luftohet ajo pjesa e diskriminimit që bëhet ndaj tyre përkundrejt një administrate që nuk respekton meritokracinë, por që merret vetëm me pjesën politike dhe kështu vendosen edhe diskriminohen në mënyrë indirekte. Rafsh. Alesja? Atëherë mesazhi im do shkonte pa diskutim për rinin, do shkonte pa diskutim që shumë të rinj dhe të reja të merreshin me politikë, të kishin vullnetin për të bërë diçka të mirë për vendin, për të ndryshuar këtë klasë të vjetër 33 vjeçare politike, duke ngritur zërin, duke folur, duke qenë pjesëmarrës në çdo padrejtësi që bëhet dhe pa diskutim vetëm me një klasë të re dhe vetëm me përfshirjen e rinisë, atëherë kjo klasë politike mund ndryshojë dhe mund të japim shtetit shqiptar, vendit tonë, fëmijëve tanë një alternativë më të mirë. Dhe kjo bëhet vetëm me vullnet, me përpjekje, me rini. Ndryshimi vjen gjithmonë nga rinia. Rafsh. Gerda? Apo i fundit? Gerda? Me thënë drejtën, ne jemi në muajin e Ramazanit dhe natyrisht që mesazhet duhet të jenë shumë pozitive dhe njerëzit ta duan sa më shumë njëri tjetrin, sepse i kemi arritur në ato që njerëzit po e shqyen njëri tjetrin. Dhe unë mendoj që në Shqipëri fenomeni i korrupsionit është fenomeni që po lakohet shumë. Megjithatë ne si shqiptar nganjëherë e admirojmë Hajdutin kur ja del mban, por në fakt Konica ka thënë një gjë shumë të mirë dhe duhet ta themi që me të vërtet kohën mund ta përdorin maskarenjë, por adeu është i shqiptarëve. Dhe e më e mira është që shqiptarët Shqipërinë nuk i bëjnë keq njerëzit e këqinj, por akoma më keq e bëjnë njerëzit e mirë që heshtin. Kështu që sa më shumë reagim dhe aq më shumë. Une nuk do ma censuroni këtë që i thame. Do ma e bli fjallin. Je live, mërë, që censuroni. Une do i bëjnë thirrje kryeministrit, do i bëjnë thirrje ministrit të arsimit dhe sportit, do i bëjnë thirrje dhe rinis. Kryeministrit do i them që mos i gjej njerëzve punë, por gjej punës njeriu e duhun. Meritokracinë. Pse më? Ai do merret me këtë? Duramo, apo po ai merret, pse kush? Ministrit Gonxha i tham pastroje ministrin, drejtorinë e sporteve, Endri Bushatin, Ornella Grabocken, Endri Hoxhen dhe Stella Kastriotin, banden e hetume nga prokuroria. Pastroje sportin të mesin ty, sepse po t'i shkarkojnë fajet. Nëse arinis i tham, lën inteligjencën artificiale, studioni, lexoni, banu sa më shumë ditur, lëshojeni Shqipnin, shkoni studioni, por ktheuni prapë në vendin tuaj, se ndryshe nuk do bëhet ky vend. Bravo, ja. Kjo duhesha. Okej. Erion? Që do i thuash partive politike ti? Unë i them partive politike që të zhbllokoni ryllin e fytit ka një zgjidhje. Ujë lajthiza, me ujë lajthiza bëheni qiqër, s'kërkoni fonde fare. Hiqen helmet, ikën korrupsioni, ikën gjitha. Ikën toksinat, shkojmë në publicitet dhe me njëherë ju pres në ndeshje.